Me datën 14 dhjetor 2024, u themelua shkolla shqipe më e re në New York, e cila mban emrin e heroit ton kombëtar, Shkolla Shqipe Skënderbej. Misioni i kësaj shkolle është të ruaj gjuhën am, kulturën e traditat tona në brezat që vinë. Ideja e hapjes së kësaj shkolle erdhi nga suksesi i programit Bashkëbisedojmë në gjuhën e bukur shqipe, program ky i nisur nga Shoqata Shqiptaro-Amerikane Skënderbej INC. Në themelimin e shkollës ishin të pranishëm prindër, nxënës, gjyshe-gjyshër, si edhe të ftuar nderi si Dr. Paulin Marku. Fjalën përshëndetje e mbajti zoti Imer Laçaj, kryetari i Shoqatës Shqiptaro-Amerikane Skënderbej, i cili foli për misionin dhe rëndësinë e hapjes së kësaj shkolle. Ndër të tjera zoti Laçaj theksoi: "Jam emocionuar dhe krenar që të jem këtu sot në këtë ditë historike, kur shoqata krahas për kujtimit të krijimit të 7 vjetorit të saj, shënon një tjetër arritje të rëndësishme. Shpall sot publikisht themelimin e Shkollës Shqipe Skënderbej. Misioni i shoqatës son ka qenë dhe do të mbetet ruajtja e identitetit kombëtar, ruajtja e traditave dhe gjuhës son të bukur shqipe. Sot dua të shpreh mirënjohjen time për mësueset, për kontributin e çmuar përmes programit të tyre Bashkëbisedojmë në gjuhën e bukur shqipe, që fillimisht ishte vetëm për anëtarët e shoqatës. Fal vizionit dhe përkushtimit të tyre, ato propozuan gjithashtu në kryesinë e shoqatës për krijimin e kësaj shkolle. Krijimi i shkollës u miratua nga kryesia e shoqatës me datën 8 dhjetor 2024. Përshëndeti përfaqësuesi Federatës Pan-Shqiptare Vatra dhe kryetari degës së Vatrës në Long Island, njëkohësisht bashkëthemeluesi i Shkollës Shqipe Gjergj Fishta, Dr. Paulin Marku. Dr. Marku, duke falenderuar për ftesën e marrë, u shpreh: "Jam i lumtur që një shkollë e re shqipe po hapet në Brooklyn, New York. Nëse ju si prindër e keni vullnetin dhe dashamirësinë tuaj që këta fëmijë të mësojnë dhe edukohen në Amerikë kundrejt çdo ligji, kundrejt çdo të drejte amerikane, por njëkohësisht në një vend të lirë demokrat siç është Amerika, që na jep të drejtën të ruajmë kulturën, gjuhën, ju lutem bashkëpunoni me këta mësues. Nëse do të funksionoj bashkëpunimi prindër mësues dhe nxënës, unë jam i bindur se kjo shkollë që shohim me 20-30 nxënës, shumë shpejt do të kemi shumë më tepër." Më pas, fjalën e mori anëtari i kryesisë dhe koordinator i shoqatës me bordin e Shkollës Skënderbej, zoti Ervin Toro, i cili foli për koordinimin e veprimtarisë së shkollës dhe bashkëpunimin me kryesinë e shoqatës për programet mësimdhënëse, sigurimin e abetareve, librave e bazës materiale dhe fondeve të nevojshme që janë një pikë e rëndësishme për suksesin e shkollës. Përshëndeti gjithashtu mësuesja shumë e dashur për fëmijët Geltiana Bulku, e cila ishte tepër emocionuar për themelimin e kësaj shkolle. Dhe pasi na njohu me veprimtarinë e grupit Bashkëbisedojmë në gjuhën e bukur shqipe, ju drejtua nxënësve me këto fjalë: "Fëmijë të dashur, ju jeni jeta jonë. Ju jeni ata që do të mbani gjallë frymën e atë dhe dashurisë dhe do të përcjellni traditat dhe zakonet tona në vazhdimsi." Ndër të tjera, mësuese Geltiana Bulku theksoi se: "Ka më shumë gëzim kur jep se sa kur merr. Le të japim më të mirën tonë në shërbim të komunitetit. Le të duam dhe të mbështesim njëri tjetrin. Ju falenderoj edhe një herë të gjithëve ju që na mbështesni në çfarëdo lloj mënyre. Pa ju nuk mund të bëjmë asgjë, por me ju mund të bëjmë gjithçka." Në shkollën shqipe Skënderbej shqiptar, këtu në Vinarinës, në Brooklyn, e në sa bukur fillon, jo një shkollë të mirë, por një shkollë shumë. Dhe kjo është një pasuri shumë e madhe për komunitetin tonë. Emri i saj Skënderbej është një pikë dhe lidhje historike, kujdes të respekti një kombi ndaj heroit të tij legjendar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili la identitetin e kombit tonë për ta gëzuar, respektuar dhe ndriçuar atë në shekuj. Shkolla e Skënderbej do të luajë një rol shumë të rëndësishëm. Ajo do të kontribuojë në formimin e individit, zhvillimin e familjes dhe komunitetit në përgjithësi. Në këtë shkollë nxënësit do të nxjerrin të mentuarin e tyre kritik, kreativitetin dhe aftësinë për të zgjidhur probleme më të ndryshme. Ata do të kenë mundësinë të marrin pjesë dorësisht në momente të rëndësishme historike të komunitetit dhe kombit tonë shqiptar. Shkolla sigurisht do të ndihmojë fëmijët të njihen dhe lidhen me njëri tjetrin. Ata do të njohin bashkëmoshatar me prerje të ndryshme, do të vlerësojnë rëndësinë e gjithëpërfshirjes, mirëkuptimit dhe unitetit në komunitet. Nxënësit duke u edukuar së bashku, do të pajisen me vlera të cilat do të sjellin risi, ide
dhe përparim në komunitetin tonë të përbashkët. Shkolla Skënderbej do të jetë një shtyllë e fuqishme në promovimin e vlerave tona të përbashkëta. Do të ndihmojë në rritjen e respektit dhe ndjeshmërisë ndaj bashkëpunimit për të forcuar strukturë. Ajo do të prodhojë lider të ardhshëm, të cilët do të kontribuojnë në zgjidhje problemesh, si edhe kontribuojnë në ardhshmërinë e komunitetit tonë. Nxënësit entuziast kishin përgatitur një program artistik për të përshëndetur të gjithë të pranishmit me rastin e themelimit të shkollës. Dhurata e parë simbolike për këtë shkollë të sapo themeluar erdhi nga sekretarja e Shoqatës Shqiptaro-Amerikane Skënderbej, zonja Alketa Ktona Veshi, e cila dhuroi një kostum popullor të zonës së Tiranës si simbol i trashëgimisë son kulturore. Urojmë mësuesve dhe nxënësve të kësaj shkolle suksese në rrugën e bukur të dijes. Urojmë që kurreshtja e nxënësve të gërshetohet me marrjen e përgjigjeve më të avancuara gjatë procesit mësimor. Konfidenca e tyre të vi duke u lartësuar. Disiplina dhe fokusi të jenë procesi natyrshëm i orëve mësimore dhe shkolla të ketë një të ardhme të ndriçuar.